Parlamenti I Iranit e nxiti vendin të mbyllte ngushticën e Hormuzit sipas mediave shtetërore, por ja lë vendimin përfundimtar për ta bllokuar rrugën kryesore ujore Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Zëvendës presidenti J.D. Vance u kundërpërgjigj të dielën duke thënë se një veprim I tillë do të ishte vetvrasës për Iranin, pasi e gjithë ekonomia e tyre kalon përmes ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, Republika Islamike duket se është një hap më afër veprimit të paprecedent që mund të rrisë çmimin me rreth 20% të naftës dhe gazit që rrjedhin përmes korridorit të ngushtë që lidh gjirin persik me pjesën tjetër të globit. Teherani po mendon për mënyrat se si të hakmerret ndaj sulmeve amerikane mbi objektet bërthamore të Iranit dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit është njëra prej tyre. Ekonomistë do ta ndjekin nga afër ngushticën për shkak të pasojave globale që pothuajse me siguri do të pasojnë çdo ndërprerje atje. Analistët në JP Morgan Chase e kanë quajtur bllokimin një skenar shumë të keq ku çmimet globale të naftës të arrijnë $120 për fuqi dhe të shtyjnë inflacionin në SBA në 5%. Mbyllja e ngushticës do të ndiejë në sektorin e naftës së Iranit dhe do të ndërprisë një burim kyç të ardhurash për Republikën Islamike. Irani e përdor këtë rrugë ujore për eksportet e veta të energjisë, të cilat arritën në mbi 1.3 milion fuqi nafte në ditë në vitin 2023. Pjesa më e madhe e naftës iraniane dërgohet në Kinë, por mbyllja e ngushticës së Hormuzit do të rrezikonte një gamë më të gjerë burimesh nafte dhe gazi natyror me Arabinë Saudite, Kuvajtin, Irakun dhe të tjerët që e përdorin atë rrugë ujore. Sekretari amerikan I Shtetit Marco Rubio deklaroi në Fox News se mbyllja e ngushticës së Hormuzit nga Irani do të ishte një tjetër gabim I tmerrshëm me të cilin ne do të duhet të merremi.